sa këto vota, e thëmë shpesh, këto nuk janë vota të antarëve të partisë, po janë vota të njerëzve që besojnë në qëtë opcion e nuk besojnë, nuk kanë besu të na. Janë alë opcion edhe jepë spjegimin, nuk po du pëse Vjosa ka shpreja aspirata. Njerëz kanë shkru për të. Njerëz të më thonë këta kanë garu bashkë. Partin që e ka themeluar që aty. Shkodran, kjo të regon për një papërgjësi serioze, edhe për një se të otë. A mund të tradhtohet zonja Osmani edhe nga deputetet e Guxos në rast se del një kandidat tjetër dhe e votojnë të njëjtit? Edhe qysh, unë i kom kolega ta edhe, asë ta nuk janë në pozicion të letë, Shkodran. Ushtë një farë fjale popullore, thujnë, jëm hinën mje dy zjema. Ta e din që për mes vetë vendosës që më po deputet, normal, edhe votave të Guxosit familjes tyne, edhe po ashtu e din që aty jëmë për shkak se besimin ja u ka dhonë Vjosa Osmani. Edhe më shkofsha unë në kur tyne, mirë po t'i shakon në kur tyne, me di që i bëhet kja me, unë i kom shërbyra Ramosh Haradinajt, kërë konë 8 vjetë në burgë. Edhe në burgë konë, nuk u dita po këthejet ajo. 7 herë kom garu, 6 herë kom hup, 1 herë kom fitu, tani apet kom hup, tani apet kom fitu. Nomi së bo, se unë besoj që qita njerës partit tem, janë njerës që unë e njëna mas mirë, të këta mujnë më spekon ma të mirë, për unë e menej që janë ma të mirë. Kur ka thënë zoti Kurti, edhe me 81 deputet, 81 si jemi të sigurt, pa qenë 84-85, mos ka aluduar në faktin se një kandidat tjetër deputet e vendosjes që janë të Guxos mund të mos e votojnë? Ja, veç e ka, që a ma shumë ka qenë për ata, apo për të LDK-s? Kurti dhe lëvizjave të vendosë ata punin me plan, që si në varë plani. Herët ka vendosë e mos me qitë. Vjosa, nuk është kjo vendim ad hoc. Jetër sen është që edhe Vjosa, si presidente, ka ra prej e tina e mja qitë me 28 dhëtor në zgjedhjet. Modja e ka në kryt vetaj, modja e ka ndo mena. Edhe tash e din që ka përbën që përna që në zgjedhje. A ka zgjedhje? Me ka ndërshtim tuaj? Po qysh mos me pas zgjedhje o Shkodran, se për 2 ditë qysh zgjedhjet presidenti. Për DK-ja ka thonë... A mund të befasohi nesër edhe opinione, mund të befasohet me 2 kandidat, që njëre do tjetë sa për formalitet dhe tjetëri për të votuar? Isha, mës të më kupton një dëgju si televizionit Klan Kosova gabim. Nuk është që ka qef dikush me shku në zgjedhje, si do mos deputet. Ata me në gjithë që ju mbo deputet. A 20 herë i kanë këshu rezultatet e veta. Ndit. Qef me najt aty. Kur kush nuk do në me shku në zgjedhje. Kosova s'ka qef, s'ka që shkon, po me konë Amerika nuk mundet me i dollë në bolë 4 parë zgjedhje për një vetë. E lemo një Kosovë, shteti ma i vorë në Kosovë, pa nuk jem në shqetsimi jo në përvenin. Shqetsimi jo në është, kur e dhash... Po është interesi i zotit Kurti dhe i vendosës për të shkuar në zgjedhje, pra? Shumë e thjeshtë është. Zotit Kurti, synimin parsor, e ka me i kap të gjitha institucionet me cilat ai menon që do të me qeveri. Kusha garantan se do t'i fitoj pra 50%? Jo me ja garantu kur kusheq. Për shembull, marrë parasysh që siç është thënë, gati 100.000 qytetarë të Kosovës, kryesisht moshës madhore, nga data 23 deri më 28 dhjetor e kanë lëshuar Kosovën për të shkuar në pushime, me qenë se kishin rezervuar herët, dhe më shumë se 300.000 qytetarë nga diaspora kanë ardhur me 28 për të votuar, që potencialisht 70% e tyre kanë mundur të jenë televizjes vetë vendosje. A mund të përsëritet një situatë e tillë? A kosovarët brenda dhe me diasporën? Gjithë shka mund ndodhë. Me tonë drejten, gjithë shka mund nuk i demokracia të befason. Na ka befasu neve, kur njerja ka jonë 42%, ta nje ka jonë 51%. Të befason. Demokracia, qytetarit të befason. Po edhe qytetarit të vëzhgan. Qytetarit dënë me pas një ofertë, dënë me pas një sinceritet, dënë me pas një vizion. Fatkeqësisht, për Kosovën, sot, kjo establishment që është në krye nuk ka vizion, se që ka me bo. Vizioni e vetëm është me mujtë me citë në qatë institucion edhe një njërit vetë. Dhe në momentin kër ja ka prish pak matematikat, Vjosa i ka unë falë, po tash s'po të besojën e moty.
nuk po të besoj. A me qatë besimi ka marrë votat. 51% që edhe që tash kur ka dalë, ju ndalë se qytetarët e Kosovës ka mujtë me ditë dikush, ke mujtë na me të pas në farë informacioni që si kam punë të mirë. Po kur s'ka besua që me 28 dhjetor që këta dy janë këtë situatë. Tash me të vërtet është ajo shpreha pyetje $1 milion. Pra pyetje $1 milion është nëse do të ketë president nesër pas nesër apo jo. Ose kush do të jetë presidenti. Po nuk ka këtë me kjo me thjesht nuk ka ku shkon. PDK-ja nuk i rrin sallë. Aleonca nuk i rrin. LDK-ja mërët me njëjtë për pëllojnë zvotojmë. Ka i merë vota, tellë. Ka. S'ka fol me ta, ka fol me neve. Am ka lyp kush vot. Jo. Nuk ka një situatë ndonjë PDK-ja lënë në gjykatën kushtetuese për afat për ta kontestuar numrin e votave. Po bre, shkodran të ekik, nenet janë bukur të sakta. Mere këshyre nenin që ka thot, shumë thot, duhet, thot për 30 dit, në qofë se nuk mundet me zjedh kuvendi presidentin, duhet me zjedh për 30 dit. Kur thot duhet me zjedh për 30 dit, po thot që duhet, që shkon. Që është një nena të të që po i referohen për shpërndarje, gjoja se shpërndarjen kur të njësë procesi. Po këtu janë matematika aj me det. Që nga ka ndodhë herën e kalume, dhe për shumë, kër analizojmë statën e vitit kalum, një ngërës politik, një mosmarrëveshje politike, u këthyë në diskurs dhe debat kushtetuese dhe i hupëm një vetë. Ta shën qofë se i na hina edhe në qatë vale, vaj halli për Kosovën. Jemi ka fundi, Zoti Tahiri, a do t'ju atribuohet ju